të rinë me përshëndrite, heja, heja, sa më pak, me ngushue botën ban. Heja, heja, sa më pak, me ngushue botën ban. Në ementatit të Birit të Shpirtit Shenjtë, Zoti qoftë me ju. Vëllezër e motra, ti pranojmë fajt e mëkateve tona që të mund t'i kremtojmë denësisht misteret e shenjta. Po i rrfehem hyjt e gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem të lumës Mari, gjithmonë Virgjën, të gjithë engjëjve, shenjtërve, dhe juve o vëllezër e motra, që t'i luteni për mua Zotit hyj tonë. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falt mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. O Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë. Të lutemi, dëftoje, po të lutemi o Zot pushtetin tënd dhe eja, që ndër rreziqe ku na çojnë mëkatet tona, të meritojmë të fitojmë çlirimin dhe shpëtimin. Ti që jeton e mretnon me hyjnat në bashkim me Shpirtin Shenjt, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Pa dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim prej librit të Izais profet. Kështu thot Zoti hyj. Vallë është pak, krejt edhe pak kohë, e Libani as do të kthehet në pemishte, e pemishtja as do të mbahet për pyll. Atë ditë të shurdhet do të dëgjojnë fjalët e librit, të çliruar nga errësira e terri, do të shohin sytë të verbërve, gëzim vi gëzim do të kenë në Zotin të varfrit. Në shenjtin e Izraelit do të gëzojnë me skamnorët, sepse mujshar mës do të ketë. Përqeshësit do të zhduken, se ndërtuesit e së keqes do të zhbihen. Ata që me fjalë qesin fajtor të tjerët, që shtrëmbrihen, ata që me fjalë që shtrëmbrojnë në pleshri gjyqin e për asgjë poshtë e hedhin të drejtin. Prandaj, kështu i thot shtëpisë e Jakobit, Zoti që shpërbleu Abrahamin. Tash e tutje s'do të tërpërohet me Jakobi. Askur me fytyra s'do të t'i skuqet, sepse me të parë veprën time, mes ti të shenjt do t'a shpallin emrin tim të shenjt, do t'a shpallin shenjtin e Jakobit. Frikë do të kenë hyjnë e Izraelit. Shpirtrat e gabuar do t'a njohin urtin, e ata që në nikasin do të kuptojnë. Fjala e Zotit. Zoti është shpresa ime.
Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, këtë do ta kem frikë. Zoti është mbrojtësi i jetës ime, para kujt do t'i dridhem. Zoti është shpresa ime. Për një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë i kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës sime, që të shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vërej shtëpinë e Zotit. Zoti është shpresa ime. Besoj se do t'i shohij të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreso në Zotin, bëhu burr. Je zemër fort e prit e Zotin. Zoti është shpresa ime. Zoti po vjen t'i shkojmë në takim, aja është drita e botës. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shejt sipas Mateut. Lumturi të qoftë ju, Zot. Në atë kohë, kur Jezus i po largohej, shkonin pas tij dy të verbër duke bërtitur e thoshin: "Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kur arritin në shtëpi, të verbrit ju afruan e Jezus ju tha: "A besoni se mund ta bëj këtë gjë?" Ata i përgjigjen: "Po, Zotri." Atëherë u apreku sytë e tha: "U bëf sipas besimit tuaj." Dhe atyre u çelën sytë. Atëherë Jezus ju urdhëroi: "Keni kujdes, askush mos ta di." Por ata posa dolën, e shtrin zërin për të në përmbar krahinën. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, e mirë mëngjesi, dashtun besimtar, që keni ardhur në këtë meshë të hershme, në mëngjes, në këtë meshë që tashme ka një kohë të gjatë përvoje në historinë e kishës, kur njerëzit herët në mëngjes bashkohen në kishë, jo vetëm për të përjetuar romantikën e qirinjve që ndezen, por mbi të gjitha shpirtnisht për të thelluar në këtë përvojë intime me Zotin, personale, duke ju besuar atij, sepse ai është drita jonë. Ungjilli që dëgjojmë përkon edhe me këtë përvojë. Dy të verbër shkonin pas Jezusit, duke bërtitur: "Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kjo është një shkollë për ne, që sikur këta të verbër të dimë edhe ne të insistojmë, të jemi të vendosur në atë që duam, që kërkojmë si hirë e dhuratë prej Zotit. Këta ishin të bindur dhe e dinin që ka donin. Momentin që e takojnë Jezusin, e din çka do t'i kërkojnë. E ne vim para Jezusit, gjithashtu me njetët tona, me lutjet tona, prandaj t'ia paraqesim atij. E të mos lodhemi kur duke ja besuar njetët e mira që bartim në zemrën tonë.
Kur arriti në shtëpi, të verbrit ju afruan. Pra, ata shkonin pas ti. Dhe tash ungjilltari thot, kur arriti në shtëpi. Pra, nuk u plotësoi lutjet me njëherë, në momentin që ata po thërrisnin ki mëshirë për ne biri Davidit. Por, kur arriti në shtëpi, ata ju afruan Jezusit, e a ju tha, a besoni se mund të bëj këtë gjë? Feja është pikrisht ai virtyt të cilin Jezusi e nxit në zemrat tona. Shumë herë i lutemi Zotit dhe prapë mbetemi në ato dyshimet tona se ndoshta nuk do të ndodhë asgjë. Por, kjo po zotëri e këtyre të verbërve bën që atyre të hapën sytë e të shohin. Vëllezër e motra, le të mësojmë nga kjo përvojë edhe ne, që mbi të gjitha të kërkojmë prej Zotit edhe më shumë se dritën e syve të na shndrit mendjen në mënyrë që të vetëdijshëm për shumë dhurata të tjera përveç dritës së syve që na ka dhuruar Zoti. Nëpërmjet tyre ta falenderojmë e të jemi mirënjohës, duke e dashur hyjnë në të afërmin tonë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ti lutemi hyjt atë i cili ka vendosur që nëpërmjet birit e vet t'ua shpall njerëzve lavdinë e tij me gëzim të thërrasim. Lavdi emrit tënd, o Zot. Lavdi emrit tënd, o Zot. Ati shenjt na mëso ta pranojmë njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranon ne, të lutemi. Lavdi emrit tënd, o Zot. Ne në fe na mbush me çdo gëzim dhe paqe, që të ecim me shpresë dhe fuqi të Shpirtit Shenjt, të lutemi. Lavdi emrit tënd, o Zot. Shpejto t'i takosh, o Zot, të gjithë ata që i ke krijuar, që edhe pa ditur e presin ardhjen tënde, të lutemi. Lavdi emrit tënd, o Zot. Ti i thërret dhe i shitron të zgjedhurit e tu, na ngrit ne mëkatarve dhe na kurorzo me lumturinë qiellore, të lutemi. Lavdi emrit tënd, o Zot. Ti paraqesim, o Zot, në lutjet tona sot në këtë mesh, të gjithë të moshuarit, të vetmuarit, të sëmurët, të gjithë ata që përjetojnë kriza, vështërsi, qoftë në jetën bashkëshortore, familjare, dhe na jep hiret që të gjitha ato t'i përballojnë me hirin tënd, me ndihmën tënde e me ndërmjetësinë e Zojës bekuar, të lutemi. Lavdi emrit tënd, o Zot. Pranoj, o Zot, lutjet tona që po ti paraqesim këtu të bashkuar në emrin tënd dhe të gjitha ato njetet mira që i bartim në zemrat tona, dhe bëj që në ndihmën tënde
të jemi të qëndrueshëm në fe, duke të kërkuar kimshirë për ne, biri Davidit, ti që jeton e sundon në shekuj të shekujve. Amen. Bekuar jeti o Zot, hyjëtësisë briguri sa të marrë duke që ta kushtojmë ashtu tokës dhe punës, që do të bëhet për ne bukë e jetës së pasosur, qoftë bekuar Zoti në amshim. Bekuar jeti o Zot, hyjëtësisë prej bërisë sa të marrë verën që ta kushtojmë ashtu të ardhës dhe punës së duarve të mirë, që do të bëhet për ne për një shpirt në rrë. Zemra tona të duan ty o Hy, për gjithmonë. Lutoni vëllezër e motra që flia ime dhe juja dalë e pëlqyeshme para Hyjit, Atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon ftehën prej tuarve të tua, ajo dalë për te dhe aktit e emrit të ti, se dhe për dobin tonë, dhe të marë kishës të ti të shenjë. Të pëlqefshin, po të lutemi o Zot, dhurata dhe lutjet tona të përvojtura, dhe pasi nuk kemi asnjë merit, le të na ndihmojmë shira jote e pakufishme në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju, Dhe me shpirtit tënë, t'i lartësojmë zemrat, i kemi të Zotin, të falenderojmë Zotin hyjnë tonë. është punë e drejtë dhe drejtë. Për një mend është punë e denjë dhe drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, ty o Zot ati shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, në për Krishtin Zotin tonë, atë paralajmëruan të gjithë profetët, Virgjra nënë e mbajti me dashurit pa tregueshme, Gjoni tregoi se po vjen dhe dëftoi të pranishëm. Ai na dha mundësinë të përgatitemi me gëzim misterit të lindjes së tij, që të na gjejë të zgjuar në uratë e të gëzueshëm duke lavdëruar atë. Dhe prandaj bashkë me engjëj e kryengjëj, fronë e zotrues e me të gjitha radhën e ushtrisë qiellore, po këndojmë himnin e lavdis sate, duke thënë pa pushim. Shajt, 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 Zoti hyj gjithësisë, qielli e toka janë, plot me lavdin tënde, hosana në lartësi qiellore. Bekuar qoftë ai që vjen në emër Zotit, hosana në lartësi qiellore. Me të vërtet, je shenjtë o Zot, burimi çdo shitrie, ty pra po të lutemi. Shitroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoj e theu, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Komplojmë tekjen tënde, o Zot, Shpallim gjallën tënde dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot,
duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvujtni që Shpirti Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Letet bjerë mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në 4 anët e botës, për sosë në dashuri bashkë me papën ton, Leonin e 14 me i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Let bjerë mend edhe për vlezërit tanë e motra tona, të cilët po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Hylinse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostuj e me të gjithë shenjtrit, që gjithherë të pëlqyen që të madhërojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o atë gjithë pushtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë ndere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Bashkuar në emrin e Krishtit, të lutim së bashku uratën që ai na mësoi. Ati ynë që je në qiell, ushqejt noftë emrin yt. Art mbretënia jote, u baftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lëre të bim në tundim, por na liro nga i keqi. Na liro, po të lutemi o Zot, prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na e paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fejnë e kishës sate e pjasaj si pas vullnetit të në pace dhe bashkim, ti që jeton e mretënon në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Japim njëri tjetrit shenjën e paqes. Gjapi i Zotit Jezu Krishti bashkuar në këtë kelk, befshin për ne që për marrë në sene, që shtyhen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O që që shlyen mëkatet e botës, jep na paqen. Ja që ngjihyt, ja i që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur për gostinë e qengjit. O Zot, nuk jam idej që të marr pjesë në vezën tënde, por thuaj një fjalë të vetme e dhe shpirti im do të shërojë. shërohet.
kërkoni, shokun ju atoni, që shërbimi atim rini, që Të lutemi. Ti o Zot, në dhe shujtën e shpirtit, po të lutemi me përvujtni, në mëso, në sajet e pjesëmarrjes në këtë mister, t'i vlerësojmë me urti të mirat tokësore e të trashëgojmë të mirat qiellore në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft hyj i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Engjëllit të Zot ju falë zëjsmëri. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Marina, të Zot, lutu për ne pekatarët, tash në hirë të bekës. Amen. Që shërptoria e të Zot. Falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Marina, të Zot, lutu për ne pekatarët, tash në hirë të bekës. Amen. Fjala të Zot u bë njeri. Falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Marina, të Zot, lutu për ne pekatarët, tash në hirë të bekës. Amen. Lutu për ne, o shenjtja nana të Zot, të lutemi. Hirin tënd, po të lutemi, o Zot, me ndjeson dikoja, që sikurse prej engjëllit lajmëtar, njohëm të mishruarit e Birit tënd, Jezu Krishtit, në përmundim e kryqit e tij, t'i ambrim lumnisë të ngjallurit, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Shpirt në vetë përkatorit jep jo Zot pushimin e pasosun, pushofshin në pace. Vllazën e motra, ju përgëzoj të gjithve që keni ardhur në këtë mëngjes për të marrë pjesë me gëzim në këtë kremtim meshe dhe besoj e ndani edhe ju këtë gëzim që përjetoni me të afërmit e juaj e për të gjithë ata, sidomos për të cilët luteni, por sigurisht është më së miri një përvojë personale që e bëjmë, një sakrificë të vogël në këtë mëngjes si përgatitje për Krishtlindje. Prandaj, duke ju uruar të gjithëve ditë mirë e javë të mbarë, përgatitemi për diellin e dytë të ardhjes dhe ajo që gjithmonë kemi bërë tradit është një çaj i nxehtë ose një kifle në qendrën Bogdanipolis, e jeni të mirë se ardhën të gjithë. Mesha ju një moftë, me bekim Zotit, shkoni në pace.